që ka të bëjë me rrugën europiane të Shqipërisë. Pra jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Koreperi nesër, ku në farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga shumë institucione shtetërore, nga qindra dje me vajza, burra e gra, të përfshirë në këtë proces të adresimit të atyre që kemi quajtur piketat të ndërmjetme. Mendoj që dhe ju mediat, për shkak të rolit tuaj të pazëvendësueshëm, është mirë që t'ua shpjegojmë qytetarëve çfarë ka qenë gjithë kjo punë, për një prej grup kapitujve më të rëndësishëm që janë themelore, u identifikuan më shumë se 92 hendeqe, pra problematika që duheshin adresuar. Mos harroni asnjëherë që themeloret ose dhe mes tyre kapitulli 23-24 në historinë e Bashkimit Evropian janë ato që hapen të para dhe mbyllen të fundit, por në rastin e Shqipërisë, dhe këtu dua të citoj fjalë për fjalë vlerësimin që vjen nga Gjermania si një vend, le të themi, do ta quaja udhëheqës në kuadër të barazisë brenda vendeve anëtar të Bashkimit Evropian, ku thuhet shprehnisht që Shqipëria me reformën drejtësi, me vettingun, me luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, me këto arritje është një model, reforma në drejtësi në Shqipëri është një model për vendet e tjera të cilat të aspirojnë. Kështu që kjo javë e rëndësishme përmbyllet nesër me komitetin e përfaqësuesve, për të ecur javën tjetër me konferencën ndërqeveritare. Mendoj që të gjitha palët politike në vend duhet kuptojnë që jetojmë dhe pastaj në një momentum tjetër, jo që lidhet me këtë javë në kuvendin e Shqipërisë, por që lidhet me një qasje të re nga vendet e rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian. Kemi pasur dje, le të themi, është bërë publike fakti që Italia dhe Austria kanë dalë me një propozim që ka të bëjë me përshpejtimin e procesit të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe këtu specifikohet Shqipëria dhe Malizi si dy vendet pararendse, por përfshihet dhe Moldavia, ndërkohë që për Ukrainën duhet kuptojmë që duhet ketë, le të themi, një qasje sui generis. Dje kancelari gjerman, të drejtën bashkë me zonin Tabaku dhe zotin Asani, kemi qenë në Berlin. E kemi kuptuar që aty që do të kishte një, le të themi, komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavin, me angazhimin që citohet qartë, diçka që besoj që ju e kishit dëgjuar më përpara, që e kishte njoftuar dhe kryeministri Rama. Pra ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila, le të themi, të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Përkundrazi, antarësimi me faza nuk ka të bëjë me ne. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakursuar me Komisionin, por ajo që propozon kancelari gjerman, që në një farë mënyrë është e njëjta linjë me Italinë dhe me Austrinë, dhe që mendoj që do të jetë edhe Franca pjesë e kësaj qasje, ka të bëjmë me pjesën që vjen më pas, pra me ratifikimin. Pra, për ta ditur qytetarët, në fund të vitit 2027 mbyllen negociatat. Nga ai moment bëhet gati marrëveshja që shkon për të ratifikuar këtë vendantare. Dhe tani topi nuk është vënë në krahun e vendeve, pra aspirante,
por është në fushën e vendatarëve. Mos harroni asnjëherë që procesi i ratifikimit është një proces i gjatë, kërkon përfshirjen e parlamenteve, mund të kërkojë edhe përfshirjen e popullit me referendum. Për shembull në rastin e Francës, kuptohet qartë që pas kur ka qenë presidenti Chirac apo Sarkozy në mos gaboj, është lënë e hapur që nëse kërkohet mund të shkohet për zgjerimin edhe mund të dhe tek populli. Unë nuk besoj që do të jetë rasti, pavarësisht se çfarë do të ndodhi në Francë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm dhe më pas edhe zgjedhjet parlamentare, por unë mendoj që Shqipëria jonë e përbashkët ka arsye të jetë e gëzuar sot, të jetë e gëzuar nesër, të martën e ardhshme në 26 maj, një datë e bukur, kjo 26 maj të 2026 për të mos kujtuar dhe për të kujtuar, por 26 maj në vitin 1996, por megjithatë duhet jemi të gëzuar për një arritje dhe unë nuk hezitoj, kushdo që kontribon. Edhe kam thënë në seancën e kaluar, do ta them dhe sot kur vi momenti i miratimit me konsensus të rregullores së kuvendit, që duhet mos harrojmë asnjëherë që çdo shërbim sot që bëjmë ndaj procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një shërbim që ja bëjmë atë dheut tonë përbashkët. Zoti Ballak, raporti i bardhë që pritet miratohet nesër, a ka ndryshime dhe ka kërkesa për qeverinë dhe do të jetë qeveria e gatshme që t'i plotësoj këto kërkesa? Një prej tyre është imuniteti përballë drejtësisë, siç është rasti i ish-zëvendësministres Belinda Balluku. Duhet kuptoni një gjë, në botën demokratike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ku duam të antarësohemi, ka një parim i cili respektohet edhe nga vetë vendet anëtare dhe nga raportet që prodhohen. Ju e pat raportin e Parlamentit Evropian. Në botën demokratike nuk merren me emra. Me emra na ka ngelur nga komunizmi, merremi vetëm ne. Me raste, të lutem. Edhe duhet të hiqni dorë dhe të heqim dorë nga kjo kulturë. Në botën demokratike besimi është tek drejtësia. Dhe unë sot po ju them që jo Gjermania, por të gjitha vendet anëtare, reformën drejtësi që ka ndërmarrë Shqipëria e rekomandojnë si shembull për vendet e tjera. Moldavia, një vend që ne themi është pas tesh në këtë proces, i është bërë me dije dhe madje ekspertët moldavë, autoritetet moldave vinë në Shqipëri në mënyrë të rregullt për të parë se si e bëm në vettingun e gjyqtarëve, për si e bëm vettingun e prokurorëve për të aplikuar me to. Prandaj, t'jesh i sigurt ti dhe të gjithë ata pas teje që nuk ka Shqipëria asnjë çështje të papërmbushur, por natyrshëm vijimi i implementimit të reformës drejtësi, garantimi i pavarësisë të institucioneve të drejtësisë, ndalja e sulmeve kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve për qëllime personale, duhet jetë një reflektim nga gjithë klasa. A ka reflektuar kryeministri Rama ndaj sulmeve ndaj drejtësisë dhe ndaj mbi propozimet mbi kodin e procedurës penale për të mos arrestuar zyrtarët e lartë? Mos e harroni asnjëherë që falet i Ramës dhe Partisë Socialiste është sot kjo reformë drejtësi. Nuk do të kishte ndodhur. A beson Edi Rama sot kjo reforma drejtësi? Nuk do të kishte ndodhur kur reforma drejtësi nëse në këtë sallën këtu shumicë nuk do të ishte Partia Socialiste. Shumë dakord, a beson Edi Rama sot tek reforma drejtësi? Sot po, sepse ka sulmuar në disa raste dhe ka propozuar ndryshime ligjore për të mos arrestuar zyrtarët e lartë. Sot duhet të rezervoj me ju. Ti heqim emra, domethënë flasim për kazusin. Kjo mazhorancë e cila pretendon që ka mbështetur reformën drejtësi ka propozuar disa ndryshime në kodin e procedurës penale për të mos arrestuar zyrtarët e lartë. Madje një pjesë anëtarëve të Komisionit Vettingut, me që po vlerësoni Vettingun, i kanë emëruar në poste publike sfundmi. Dhe sa pavarë mund të kenë qenë këto anëtarë të Komisionit Vettingut, një pjesë janë deputet Partisë Socialiste dhe një pjesë janë emëruar në poste publike. Këtu ndajemi ne. Raportet që citohen më lart vlerësojnë procesin e Vettingut, televizioni familjes sulmon procesin e Vettingut. Prandaj, jo televizioni familjes. Janë emërimet Partisë Socialiste. Të drejtën e fjalës. Janë emërimet Partisë Socialiste. Drejtën e fjalës nuk më ishte dot asnjë. Unë kam familjen time, nuk e di për kë familje flisni. Dua të rezervoj. Familja Bodri më respektuar në Kavaj. Po patjetër, po as duhet fjalë.
Po flasim për bon kavajnë duke. Ishte qenë diçka, po unë u tërhoqa nga propozimi për të shkuar 5 minuta, sepse mendoj që në fund të fundit rregullora duhet miratuar me konsensus ose kur miraton me konsensus nuk ka gjë më tjetër. Zoti Balla, nëse do t'ju vi kërkesë tjetër për imunitetin e zyrtarëve të lartë, do t'i jepni konfirmimin prokurisë posaçme apo do ta bllokoni? Në një kohë kur ju thoni se nuk ka pezullim apo ndërprerje të nismës suaj, ku ju jeni firmëtar të lutem të përfundoj të kodit procedurës penale, a ka në plan Partia Socialiste që ta votojnë në parlament brenda këtij sesioni deri në fund të korrikut nismën e kodit procedurës penale apo do të kaloj për sesionin e ri në shtator? Tani ne i kemi syt nga Europa. Kështu që ti marrë syt nga Europa dhe çdo gjë. Pse ky rrezikim nga ana juaj për të përgjigjur për këtë pyetje publikisht? A ka një koment nga ana e institucioneve ndërkombëtare për të hequr? Çdo ndryshim ligjor që do bëhet nga dje, sot, nesër, në Kuvendin e Shqipërisë, duhet marri green lightin nga Komisioni Elektorale. Nuk është marrë pra. Kur të kemi edhe për për gjitha çështje një green light, çdo gjë do bëhet. Edhe për amnistin penale sot i vogël? Tani më falni, unë po ju them. Ju nga ndryshimet në kodin e procedurës penale për pezullimin e ministrave, që keni firmosur ju së bashku me kryeministrin Rama. Unë të gjitha hapat që i bëj publik dhe besoj që keni dëgjuar që janë të hequr nga i propozim. Natyrshëm ka një kalendar të shkëlqimit nga ana e kuvendit. Dua t'i garantoj një gjë. Dua të më jepni mundësinë vetëm sot që në 22 korrik të këtij viti në vitën e 10 vjetorit të miratimit të reformës drejtësi të dalë prapë para jush dhe të them 100 herë themi mbrapa në 22 korrik 2016 do e miratonim fjalë për fjalë. Do me thënë nga ato ndryshime nuk do të rriqeni. Ju që besoni tek drejtësia nuk do të rriqeni nga propozimet për mos arrestuar zyrtarët e lartë. Sepse është krenari për çdo shqiptar sot, jo për shqiptarët që jetojnë këtu në Shqipëri, por shqiptarët që jetojnë gjitha trojat tona etnike, që Shqipëria jonë e përpashët sot është më afër se kur dhe nëse në 11 maj 2025 shqiptarët na votuan në shumicë për vizionin Shqipëria 2030, mos u habisni që Shqipëria hapin e madh të antarësimit në këtë formë që propozon kancelari Merz ta bëjmë përpara ditës. Por aja ka kërkuar Komisioni Evropian mos miratimin e këtij propozimi që ju keni çuar në kuvend? Tani unë e thash përgjigjen, sa herë të duash ti mund ta jap një përgjigje. A ka kërkuar Komisioni Evropian? Lutem, mos bëni zhurma kot për gjëra që nuk janë pjesë e këtij momenti. Po flasim për një moment historik që ka të bëjë dhe unë nuk kam turp, them dhe faleminderit për kolegët e opozitës. Edhe thash të ditën e të kaluar, do ta them dhe sot, është një situatë shumë e mirë, sepse në fundit, në mos harroni, procesi antarësimi në Bashkimin Evropian lidhet drejt për drejti me kriteret e Kopenhagen. Do të më shoni përmend se ju ato 9 pikat. Dhe gjëja ndërto më e rëndësishme dhe fillohet me dialogun politik, me funksionalitetin e institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Dhe këtu në këtë këndvështrim, unë do të bëj gjithçka, dhe po e them këtu solemnisht, para publikut, sepse ato katrorët tuaj dhe këto mikrofonët tuaj kanë një vlerë të pazëvendësueshme në demokraci. Duhet kuptojmë që edhe opozita ka një rol të vetin të pazëvendësueshëm. Unë do bëj gjithçka që opozita të ketë hapësirën e vet, dhe ndërkohë që në referim të asaj që një mik i veçantë i Shqipërisë, siç është raporteri Andreas Schieder tha, dhe opozita duhet të luajë rolin e vet. Në 17-18 qershor do të miratohet raporti në Parlamentin Evropian. Ndoshta do ishte për shembull një akt i mirë që atë ditë aty jemi një delegacion i përbashkët i barabartë se jo mes opozitës dhe majorancës. Po gazetarët janë pazëvendësueshëm Zoti Balla, nëse të keni kërkesa të tjera nga prokuroria posaçme, do ta jepni imunitetin? Sa i përket ndryshimeve të rregullores kuvendit dhe sipas jush, cila pikë është më e rëndësishme nga